Kur ky banor vendas po bëhej gati për të riparuar çatin e tij, ai u ndal papritur në vend. Kishte një objekt të huaj në formë bulbore, të ngecur saktësisht midis murit të tij të jashtëm dhe izolimit të kulmit. Në fillim, ai mendoi se ishte një fole grerzash, por pastaj ekspertët i treguan se çfarë ishte në të vërtetë. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende, dhe shtypni zilen e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Johnny po bëhej gati të rregullonte çatin e tij pasi dimri po afrohej dhe ai donte të përgatiste shtëpinë për muajt e ftohtë që po vinin. Teksa po ekzaminonte çatin për dëmtime, papritur vuri re diçka të çuditshme në këndin e sipërm të Papafingos, tamam aty ku muri dhe izolimi i çatis bashkoheshin. Johnny picërroi syt dhe u fokusua te pamja e pazakontë sipër tij. Kishte një masë të madhe dhe të pazakontë të vendosur saktësisht nën pikën më të lartë të çatisë së tij. Ishte e ngjeshur fort midis murit të jashtëm të shtëpisë dhe materialit të trash izolues që mbante të ftohtin jashtë. Çfarë ishte kjo? Ai duhej të ngjitej lart gjithsesi për të zvendësuar disa tjegula të thyera, kështu që mendoi se mund ta shikonte më nga afër ndërkohë që ishte aty. Pa hezituar, Johnny shkoi në depon e tij, mori shkallën më të lartë që mundi të gjente dhe e pozicionoi me kujdes pas murit të shtëpisë. Ai u ngjit në shkallët e para me besim, i jetur për të hetuar. Por sa më shumë i afrohej asaj mase misterioze që ishte kapur pas shtëpisë së tij, kurioziteti filloi t'i përziej me një ndjesi shqetësimi që po rritej. Dukej si një lloj foleje. Johnny ishte përballur me fole grerzash më parë, kështu që ishte i njohur me pamjen e tyre. Kjo kishte një formë të ngjashme, por diçka nuk shkonte. Nuk ishte thjesht pak më e madhe se normalja, ishte masive. Nëse vërtet ishte një fole grerzash, ishte padyshim më e madhja që kishte parë ndonjëherë. Zemra e Johnnyt filloi të rrihte më shpejt teksa ngjitej më afër. Zakonisht ai ishte një burr i guximshëm që nuk hezitonte kurrë para një problemi, por në atë moment ai duhet të pranonte se nervat po e linin. Madhësia e asaj gjëje e bënte të ndihej në ankth. Deri tani ai ishte të paktën 6 metra lart, duke u balancuar me kujdes mbi shkallë. Nëse foleja ishte plot me grerza agresive, ai mund të ishte në telashe serioze. Një atak i papritur mund ta bënte të humbiste ekuilibrin, duke e rrëzuar drejt në kopsht, ku mund të lëndohej shumë. Duke marrë një frymëmarrje të thellë dhe ngadalt, Johnny qëndroi plotësisht i palëvizur, duke u përpjekur të mos bënte lëvizje të papritura. Ai picërroi syt, duke kërkuar për ndonjë shenjë aktiviteti. Priste të shihte insekte që gumzhenin mbi sipërfaqe, mbase edhe të dilnin agresivisht, por për habit të tij nuk kishte asgjë. Pastaj mbylli syt dhe u përpoq të dëgjonte me kujdes. Nëse kjo ishte vërtet një fole grerzash, duhej të kishte një lloj gumzhime që vinte nga brenda, veçanërisht për diçka kësaj madhësie. Ai veti në heshtim, por ajri mbeti plotësisht i qetë. Nuk kishte asnjë zurmë. Duke mos dashur të ndërmerrte rreziqe të panevojshme, vendosi të zbriste. Të nxitonte në këtë situatë verbërisht do të ishte e pamuçre. Mendoi se ishte më mirë të priste pak kohë për të parë nëse diçka do të ndryshonte. Nëse foleja bëhej aktive, ai do të ishte në gjendje të vlerësonte me çfarë kishte të bënte para se të merrte një vendim. Kaloi gjysma e mëngjesit teksa ai vëzhgonte folen nga poshtë. Megjithatë, pavarësisht kohës, nuk kishte asnjë lëvizje, asnjë gumzhime, asnjë shenjë grerzash që fluturonin brenda apo jashtë. Mbase thjesht do të flejnë, përshpëritja ai me vete, edhe pse e dinte se grerzat zakonisht janë mjaft aktive gjatë ditës. Mendoi të thërrishte shërbimin e kontrollit të dëmtimeve, por pasi vëzhgoi për orë dhe ende nuk shihte shenja jete, filloi ta rimendonte idenë. Nëse foleja ishte e braktisur apo aktive, ai mund t'i kursente vetes mundimin dhe parat duke e zgjidhur situatën vet. Tani që ishte më afër, ai kuptoi se foleja ishte edhe më e madhe se sa i dukej nga poshtë. Ishte afërsisht sa madhësia e një çante të madhe sportive, që varej çuditshme nga çatia. Tekstura dukej e huaj, e ashpër, me fije, krejtësisht ndryshe nga materiali i lëmuar si letër që priste nga një fole grerzash. Me kujdes, ai zgjati dorën drejt foles, hezituar paksa teksa përgatitej për më të keqen. Priste të shihte diçka që do të dilte me vrull drejt tij, një shpërthim lëvizjesh, por për habit të tij, asgjë nuk ndodhi. Foleja mbeti plotësisht i palëvizur, sikur të ishte braktisur kohë më parë. I inkurajuar nga mungesa e lëvizjes, Johnny e hoqi me kujdes folen nga vendi ku ishte kapur, duke e mbajtur me shumë kujdes. Priste të ishte e lehtë, por për surprizën e tij, ishte më e rëndë se sa e kishte parashikuar. Ndjehej çuditshme e dendur, shumë solide për atë që ai njihte si fole tipike grerzash.
Sa po mbërriti i sigurt në tokë, nxori një frym lehtësimi, ecur drejt tavolinës së kopshtit, e vendosi atë masë të çuditshme mbi tavolinë dhe ul duke e vëzhguar. Duke e rrotulluar në duar, vuri re se kishte dëmzime të çuditshme të shpërndara në të gjithë pjesën e jashtme të ashpër. Tekstura duke i huaj, e panatyrshme, asnjëherë sikur të ishte formuar qëllimisht dhe jo të ndërtuar në mënyrë natyrale. Nuk kishte strukturën e lëmuar me hojll mjalti që ishte mësuar të shihte. Nga kurioziteti, ai hoqi një pjesë të vogël me kujdes, priste të shihte strukturën e zakonshme me hojll mjalti brenda, por në vend kësaj, u ndoq me fije të trasha të ndërthurura që ndiheshin më të forta se sa priste. Struktura ngjante më shumë me folenë e një animali, sesa me diçka që ndërtohej nga insektet. Teksa Johnny u përkul më afër, ndjeu një aromë dheu të panjohur, asnjë gjë që ngjante me erën e thatë të një foleje insektesh. I konfuzuar, e thëriti mikun e tij Markun, entuziastin e botës së egër, dhe i përshkroi gjetjen e tij. Johnny përmendi se si dukej si fole grerzash më parë, por ndihej më e rëndë dhe ndryshe. Marku pranoi të vinte me disa vegla. Ndërsa priste, Johnny e ekzaminoi folen nga afër. Kur Marku e mëriti, ai konfirmoi shpejt se nuk ishte punë grerzash apo grerzash të mëdha. Ky material është organik, por është ndryshe. Fjalët e tij e shtuan shqetësimin e Johnnyt. Çfarë kishte krijuar? Marku nxori një thik dhe çau gushakën e trashë të foles. Brenda, qame të mbledhura që dukeshin si lesh, ishin të fshehura në fije. Lesh, pyeti Johnny. Konfuzioni i tij rritej. Marku bëri disa foto dhe premtoi t'ia shikonte grupit të tij të botës së egër për më shumë informacion. Ndërsa Marku shtau imazhet, filluan të vinin telefonata nga biolog që ishin të intriguar nga zbulimi i çuditshëm. Disa dhanë mendime të dobishme, por shpejt filluan të vërshonin teori konspirative, duke e vështirësuar gjetjen e përgjigjes. Të lodhur nga këto teori, vendosën të bënin një pushim dhe të vazhdonin hetimin të nesërmen. Megjithatë, vërteta pas foles ishte më e çuditshme se çdo teori. Atë natë, Johnny nuk mund ta hiqte ndjesinë se diçka nuk shkonte. Papritur, hapa të rënda dhe të qëllimshëm jethonin nga Papafingos, duke e zgjuar Johnny të tmerruar. Zemra e rrihte më fort teksa qëndronte i ngrizur duke dëgjuar. Dëgjonte si hapa, të rënda, me forcë, me qëllim. Dhoma ishte e qetë, por zurma vazhdonte sipërtij. Johnny hezitoi dhe doli ngadalë nga krevati. Çfarë kishte në papafingon e tij? Me duart që i dridheshin, ai kapi kapën dhe e hapi ngadalë. Të njohuara e pristen e errësirën aty sipër. Kur Johnny hapi derën e dhomës së gjumit, zurmat sipërtij reaguan menjëherë. Vetdia se çfarëdo që ishte aty lart e dinte praninë e tij e bënte të ndihej keq. Johnny lëvizi në korridor, duke u përpjekur të mos bënte zurmë. Ai pa depon e drurit jashtë ku objekti i çuditshëm qëndronte pa prekur. Me mendjen që i punonte shpejt, Johnny u kthye tek kapi i Papafingos dhe kapi litarin e shkallës. Zemra e rrihte më fort teksa shkalla zbriste dhe ai u bë gati të shikonte në errësirë. Por tamam kur koka e tij po dilte lart, i rani telefoni. Ishte Marku dhe koha nuk mund të ishte më e keqe. Zilja e hongoj në Papafingos dhe krijesa sipërtij u përgjigj me një ulërim të madh që e bëri Johnin të zbriste me vrap nga shkalla. Duke u dridhur, Johnny ju përgjigj thirrjes së Markut. Marku kishte informacione nga një mik i tij në një grup Discord. Nuk është fole grerzash, shpjegoi Marku. Një nga miqtë e mi, i cili është biolog, e njohu menjëherë. Është një thez depozitimi i krijuar nga një ari. Johnny ngriu. Një ari? Përsëriti ai. Marku konfirmoi se ishte një ari i murrëm dhe se me shumë gjasa ishte ende në Papafingo. Ariu e kishte bërë atë fole me deg, ve dhe qime, duke e përdorur si magazin ushqimi për letargjin. Toni i Markut ishte i prerë. Arinjt janë më të fortë se sa mendon. Ata mund të ngjiten kudo. Nëse kishte ndonjë dritare të hapur, mund të jetë futur lehtësisht. Johnnyt ju pren gjunjët. Goditjet e rënda dhe ulërimat tani kishin kuptim të plot. Çfarë të bëj tani? Pyeti Johnny me zë që i dridhej. Përgjigja e Markut ishte e qartë. Duhet të dalësh nga ajo shtëpi, John. Kjo mund të bëhet e rrezikshme. Marku e këshilloi urgjentisht të thërriste kontrollin e kafshëve dhe të largohej menjëherë. Johnny nxitoi drejt derës së përparme, duke u ngatëruar me çelsat nga paniku. Ku të shkoj? Pyeti ai. Futu në makinë. Qëndroi si guft derisa të vi kontrolli i kafshëve, u përgjigj Marku. Pas pak minutash, Marku mbërriti dhe u bashkua me Johnny në makinë. Së shpejti, mbërriti edhe furgoni i bardhi njësisë së shpëtimit të botës egër.
Dy oficer, të qetë dhe efikas, shkarkuan pajisjet e tyre. Ata nuk humbën kohë. Njëri mbante një shkop të gjatë me grep dhe tjetri përgatiti pistoletën qetësuese. Ata u futën në shtëpi. Një ulëri me thellë jehoi nga sipër, duke i shkaktuar rënqethje Johnit. Oficeri u ngjit në shkallë. Qenka i madh, përshpëriti ai teksa pa Ariun e mbledhur në kënd me kokën lart dhe sytë që i shkëlqenin. Oficeri i dytë shënjestroi pistoletën qetësuese dhe qëlloi. Ariu u drodh, pastaj u lëriti teksa u ngrit në këmbët e pasme, duke u lartësuar mbi Papafingo. Oficerët qëndruan në pozicion derisa sedativi filloi të jepte efekt. Pak qaste më vonë, Ariu u rrëzua dhe frymarrja e tij u ngadalsua. Me Ariun më në fund pa ndjenja, oficerët e zbritën me kujdes nga Papafingoja, duke përdorur litar për të udhëhequr trupin e tij masiv. Jashtë, Johnny dhe Marku vështronin të leftësuar, por ende në shok. Ariu u ngarkua me kujdes në një kafaz transporti. Johnny ju afrua njërit prej oficerëve. "Çfarë do të ndodh tani?" pyeti ai. "Do ta dërgojmë në një rezervat natyror", shpjegoi oficeri. "Do të jetë i sigurt dhe do të kujdesemi për të gjatë dimrit." Johnny pëshërtiu me lehtësim. Teksa furgoni po largohej, Johnny nuk mundi të mos qeshte me nervozizëm. Mendoi se duhet të kontrolloj dritaret e Papafingos që tani e tutje. Marku e rrahu mikun e tij në shpatull. Të paktën nuk do të duhet të shqetësohesh më për grerzat. Të dy burrat u futën në shtëpi, duke mbyllur derën pas tyre. Shtëpia ndjehej më e sigurt tani. Johnny nxori një frym të thellë, duke ndjer tensionin që po largohej. Mendoj se do të fle me të dy sy të mbyllur sonte, bëri ai shaka. Marku buzëqeshi. Po, dhe mbase forcoi ato dritaret e Papafingos. Me makthin që më në fund mbaroi, të dy burrat u përgatitën për një pushim shumë të nevojshëm. Po ju, si do të kishit reaguar nëse do të gjenit një objekt të tillë në shtëpinë tuaj? A do të guxonit ta preknit apo do të thërrisni menjëherë ekspertët? Na tregoni në komente. Mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë histori të pabesueshme.